Gjykata themelore në Ferzaj ka shpallur vendimin ndaj kryetarit të Kuvendit të Kosovës Dimal Basha, duke e dënuar për shpifje dhe thyrje ndaj një qytetari, sipas gjykimit të datës 22 korrik të vitit 2025. Gjykata ka aprovuar pjesërisht padinë ngritur kundër Bashës dhe ka obliguar atë që të tërheqë shkrimin editorial të publikuar më 1 korrik 2019 dhe postimet pasuese të tij në portalin dhe në llogarinë personale në rrjetin social Facebook, të kërkoj falje publike paditësit në të njëjtat media ku ishte bërë shpifja, duke u zotuar se nuk do të përsërisë deklarime të ngjashme dhe të paguajë 25.000 euro si kompensim për dëmet e shkaktuara në emër të shpifjes dhe thyrjes së personalitetit të paditësit. Gjykata paralajmëroi se mosbatimi i këtij vendimi do të shoqërohet me pasoja ligjore. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka njoftuar qytetarët e vet se nga data 12 tetor do të nisë zbatimi i sistemit të hyrje-daljes EES në kufijtë e Bashkimit Evropian me qëllim të përshpejtimit të kontrolleve kufitare. Ky sistem është biometrik dhe regjistron hyrjet dhe daljet e shtetasve të vendeve që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe mbledh shenjat e gishtërinjve dhe fotografive, duke eliminuar vulat në pasaport. Ky sistem ishte parapartë të hynte në fuqi nëntorin e vitit të kaluar, por është shtyrë në momentet e fundit, pasi disa shtete ende nuk janë të gatshme që ta zbatojnë këtë. Autoritetet evropiane kanë bërë të ditur se ky sistem do të zbatohet gradualisht në kufijtë e jashtëm të 29 shteteve evropiane për 6 muaj. Ky zbatim gradual do t'u japë autoriteteve, pasagjerëve dhe industrisë së transportit më shumë kohë për të përshtatur me procedurat e reja, kanë thënë autoritetet evropiane. Sistemi është krijuar në nëntor të vitit 2017, ai pritet të vlejë për gati 60 vende, përfshirë edhe ato të Bashkimit Perëndimor, për hyrjen e shtetasve të tyre në BE, si dhe në Zvicër, Norvegji, Island dhe Liechtenstein, të cilat janë pjesë e zonës Schengen. Pasaportat në gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor janë biometrike, në çipar ruajnë gjurmët e gishtërinjve dhe fotografia dhe janë plotësisht të harmonizuara me kushtet që ka kërkuar Bashkimi Evropian në mënyrë që vendet e Ballkanit Perëndimor të përfitojnë në regjimin pa viza. Zbatimi i këtij sistemi ka rritur frikën se do të ketë radhë dhe pritjet e gjata për njerëzit që udhëtojnë për në Europë me trena, tragete dhe aeroporte, por çfarë do të ndryshojë? Nuk do të ketë më vula në pasaport, regjistrimi do të kryhet në mënyrë digjitale, do të regjistrohen automatikisht hyrjet dhe daljet në BE. Sistemi do të përfshijë gjurmët e gishtërinjve dhe fotografitë e secilit udhëtar. Policia apelon për kujdes dhe informim të hershëm nga qytetarët në mënyrë që procesi i kalimit kufitar të jetë më i shpejtë dhe pa vonesa. Ky ndryshim është pjesë e masave të reja të BE-s për siguri më të lartë dhe menaxhim më efikas të kufijve të saj.